Breshëri plumbash ndaj kompanisë CFO Pharma Hoxha, mesazh paralajmërues ose vendosje gjobash ndaj bizneseve. Është qelluar me armë zjarri në drejtim të kompanisë CFO Pharma të biznesmenit Nadir Caushllori gjatë orëve të natës. Lidhur me këtë ngjarje, gazetari Ertan Hoxha u shpreh se kemi të bëjmë me një sulm tipik, të cilët janë vështirë për t'u zbardhur, të cilët kanë si qëllim kryesor presionet dhe vendosjen e gjobave ndaj bizneseve. Ai tha se ngjarje të tilla të mbeten vështira për t'u zbardhur, teksa theksoi se ka dyshime që një pjesë e aksioneve të ketë qenë e Dervis Martinaj. Sipas tij, pronari i kompanisë ka qenë i jetuar edhe më herët është një mesazh paralajmërues për diçka më të rëndë, duhet të zbardhet patjetër. Është një ngjarje ndodhur në orët e parë të mëngjesit dhe nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja, kemi të bëjmë me një histori që ndodh hera parë pas kaq kohësh që nuk ishte prezente. Një sulm i tillë tipik i fundit ka ndodhur goditja ndaj fasadave me Top Channel kur u vra roja, por që vazhdon ende të jetë e pazbuluar. Kemi të bëjmë me një sulm tipik që mbesin ngjarje të pazbuluara dhe janë të përqendruara kryesisht në aksin Tiranë-Durrës. Tiranë-Fushkruj, pra në zonën industriale. Kryesisht të ngjarje janë presion, kërcënim, vendosje gjobash ndaj kompanive të mëdha apo bizneseve. Qëllimi i sulmit është pikërisht kjo që po ndodh sot: dalja në media, krijimi një klime pasigurie, terrori. Realizimi një ngjarje të tillë në këtë formë me breshëri Kalashnikovit, të paktën 20 plumba janë gjetur në fasad, kanë dashur të çojnë të plot mesazhin te pronari. Kemi të bëjmë me një kompani që edhe në të kaluarën ka patur probleme me institucionet shtetërore, pra ka pasur konflikte, por kishte vite që kishte rënë në qetësi. Është një kompani e madhe në tregun farmaceutik, është kompani me histori të gjatë në tregun farmaceutik, është fuqizuar. Në të shkruarën është hetuar dhe dyshuar se pjesë e aksioneve ka qenë edhe Ervis Martinaj, pra edhe kjo ka qenë në të kaluarën, por sot është herët për të gjykuar sepse ngjarja sapo ka ndodhur. Por çfarë do të jetë motivi, ngjarja duhet zbardhur dhe se është një mesazh që i shkon jo vetëm kësaj kompanie, por të gjithave.